Shqipëria e ka të pamundur të përfshihet në këtë operacion. Duhet të mjaftonte një deklarate e qeverisë për mundësinë që Shqipëria do të shkatërronte armët kimike të Sirisë për të ngritur më pas popullin në protesta e për të kërkuar ndryshimin e vendimit të pashpallur ato ditë. Armët kimike vetëm nga emri intriguan gjithë shqiptarët, po përveç se intriguan, i futën në një vorbull të madhe sa i takon rrezikshmërisë së lartë që ato kanë. Të gjithë u interesuan në fakt dhe pyesnin çfarë është sarina apo gazi mostard, pa menduar më parë, a ka në Shqipëri armë ose lëndë helmuese luftarake? Po si duket, duhet të hidhej ideja për sjelljen e armëve të Asadit, që të gjithë ne të kthejmë kokën e të reflektojmë që edhe pa ardhur armët kimike të Asadit këtu, ne kemi pasur e kemi shkatëruar armë të këtij lloji, e mbase të kësaj rrezikshmërie. Jo të gjithë, madje shumica prej nesh nuk e dim se çfarë janë armët kimike, aq më tepër se çfarë pasojash kanë në shëndetin ton, në mjedis, në vendin ku jetojmë. Informacioni shpërndar fillimisht nëpërmjet mediave për sjelljen e armëve kimike të Sirisë në Shqipëri për t'u shkatëruar, preku menjëherë sedrën e shqiptarëve, të cilët kategorikisht e kundërshtuan këtë ide, edhe pse jo të gjithë kishin informacionin e duhur për gazin sarin apo mustard që do të vinte në Shqipëri për t'u asgjësuar. Por a kemi pasur dhe a kemi në dieni për të tjera lëndë kimike helmuese që ndodhen në territorin ton, madje në zona të banuara dhe që janë një rrezik potencial? Sa të ndjeshëm janë këta qytetarë të cilët çdo ditë jetojnë mes këtyre helmeve, që nuk vrasin aty për aty, por që vrasin ngadalë? E ndoshta do të duhej sarina e Sirisë për të na detyruar që të hulumtonim në të shkuarën e të mësonim nëse jeta jon vu në rrezik aty për aty, apo ne rrezikun e kemi pasur, mbase në doza disa herë më të ulta, dhe paniku nuk ishte në këto nivele.
vendin ton ka mjaft zona me rrezikshmëri të lartë, ku ndër 3 më të rrezikshmet janë në Zharrës, Berat dhe në Elbasan. E kjo sipas specialistëve nuk ka të bëjë me sasinë e kimikatit të pranishëm, por me përhapjen e tij pranë zonave të banuara në territore, ku çdo ditë luajnë fëmijë. Tirana nuk metet mbrapa rrezikshmërisë, pasi vetë ajo numëron 5 zona të nxehta. Specialistë të ndryshëm flasin se pas viteve 90, me ndryshimin e sistemeve politike, në mjedis dhe pranë qendrave të banuara, u përhapën pa kriter dhe askush nuk kishte mbase forcë apo informacione për të ngritur zërin, ose edhe nëse ndonjë ka ulërir me forcë për largimin apo asgjësimin e tyre, ky zë u mbyt në zellamahinë e madhe me të cilën Shqipëria evoluonte dhe ecte përpara. Specialistët e fushës thonë se specifikat e këtyre lëndëve helmuese janë të ndryshme. Aq më tepër, kur flasim për lëndë e formula kimike, edhe sipas këtyre specialistëve, padyshim ndryshojnë edhe pasojat që ato japin në organizëm. Ama duhet themi se kjo lloj ndotjeje është lidhur me rritjen e të sëmurëve me kancer në Shqipëri. Specialistët kanë mbi 1 dekadë që kanë dhënë alarmin për rrezikun në shëndetin e njerëzve dhe për ndotjen e madhe mjedisore, por u desh debati për asgjësimin e armëve kimike të Sirisë, që vëmendja të kthehej në një tjetër rrezik me të cilin banorët e këtyre zonave kanë vite që bashkëjetojnë, e askush nuk di të thotë dhe për sa kohë kjo do të vazhdojë. Zonat e prekura dhe me rrezikshmëri të lartë për qytetarët janë pranuar edhe nga vetë ministri i mjedisit Lefter Koka, i cili gjatë një interviste në Ora News ka pohuar që në vendin tonë janë rreth 31 zona të cilat kanë prezencë të mbetjeve toksike, ndërsa 9 prej tyre janë më të rrezikshmet dhe janë në kushtet e emergjencës për tu neutralizuar e më pas asgjësuar nga specialistët. Në fakt janë rreth 31 zona të kondaminuara, të cilat kanë, do të quajë, zonat të nxehta në mbar vendin, ku 9 prej tyre ka dhe një studim të bërë nga PNUD-i, ku është dhe kosto e parafrit për rreth 62 milionë euro për rehabilitimin e këtyre zonave. Para viteve 90, diku prej tyre ka kripra cianuri, ka cianur, janë disa lloj mbetesh, pra mbete metalike dhe kryesisht në miniera, do të thonë në disa zona të Shqipërisë. Por ajo që dua të evidentoj është 9 prej tyre sot janë në pronësi të shtetit shqiptar, pjesa tjetër janë dhënë me kocension dhe në fakt rehabilitimi i tyre kërkon relativisht 650 milionë euro. Kemi një plan në fakt të një strategjinë kombëtare që deri në vitin 2020 për të rehabilituar pikërisht këto 9 zona, të cilat kanë tashmë dhe studimi përkatës.
si në fakt, ka pohuar dhe ambientalisti Lavdosh Ferruna, i cili mendon se mbase gjithë kjo zhurmë që u bë, do të ndihmoj qeverinë dhe të gjithë grupet e interesit të reagojnë dhe të pastrojnë Shqipërinë nga këto helme të rrezikshme. Këto lëndë janë lëndë kimike, mbetje të industrive që ka pasur Shqipëria para viteve 90. Janë stoqe nga industritë e asaj kohe, të cilat realisht kanë rrezikshmëri. Jemi konshient për këtë gjë që pa dyshim e vë shtetin shqiptar para një përgjegjësie akoma edhe më të madhe tani pas kësaj që ndodhi, për një asgjësim sa më të shpejtë të këtyre hotspoteve. Pa dyshim që ato janë vatra të rrezikshme, por në një farë mënyre janë deri diku të lokalizuara, ka një lloj monitorimi nga Ministria e Mjedisit, por asnjë nuk është i kënaqur me këtë situatë dhe mendoj që pikërisht kjo që ndodhi do të angazhojë më tepër strukturat e qeverisë për të gjetur burimet e nevojshme, për t'i shmangur dhe për ta kthyer Shqipërinë në një vend ku nuk ka më hotspot. Uzina e mjekësit në Elbasan ishte një nga zonat ku parashikohej të shkatërroheshin edhe lëndët kimike helmuese që do të vinin nga Siria. Uzinë e cila sipas specialistët të kimisë Enver Osmani, në këtë ambient ka patur lëndë kimike. Duke patur parasysh që uzina e mjekësit ka qenë një vend i caktuar dhe është marrë me prodhime të fushës ushtarake, mendoj që është një vend i sigurt. Po ndoshta duhet parë dhe një variant tjetër, por kjo është e lidhur gjithmonë me vendet ku do të depozitohen këto. Siguria e parë është siguria e vendit ku do të depozitohen. Sandro Ndoni është një emër i njohur nëse i referohemi radhëve të ushtrisë shqiptare, pasi ka qenë për vite me radhë edhe drejtori i përgjithshëm i laboratorit të ushtrisë. Për dosier, Ndoni ka treguar me saktësi se cilat kanë qenë lëndët më të rrezikshme helmuese që ka patur apo edhe ka Shqipëria. Në bazë të përcaktimeve që kemi pas të kohës, dhe ne kishim dhe quheshim që kishim armë kimike. Armët kimike kanë në vetvete lëndët helmuese luftarake dhe mjetet e përdorimit të tyre. Nga lëndë helmuese ne kemi pasur Ipritën dhe Luizitin si lëndë helmuese luftarake. Kurse mjetet e përdorimi kemi pas të pakta. Nuk kemi pas municione, po kemi pas makina të shpërndarjes lëndës helmuese, ishte tip AVS-ja që quhet, dhe njëkohësisht fugaset kimike. Këto dy element të përdorimit të armës kimike bënin atë që neve e kompletonim dhe quhesh armë kimike, pra lëndë helmuese dhe këto mjete përdorimit. Projekti i parë që është bërë, dhe të gjitha këto bëhen nga OPCW-ja, Organizata për mbrojtjen kundër armëve kimike. Projekti i parë ka filluar në vitin 2000 dhe mbaroi në vitin 2001 dhe u shkatëruan lëndë helmuese luftarake mësimore. Lëndë helmuese luftarake mësimore janë pikërisht Ipriti dhe Luiziti që kemi pasur dhe i bënim neve element për stërvitje jo më shumë se 5% dhe i hollonim me naftë. Por ishte edhe klorpikrina, ishin ca granata me klorceteferon e tjera, projekti i parë, dhe quheshin mjetet stërvitore të ushtrisë për të mësuar me përdorimin e lëndëve helmuese luftarake. Ky projekt i parë u realizua
pranë laboratorit qendror të forcave të armatosura në zonën e Bararit, përballë shkollës qenve. Në një rajon atje pranë një reparti ushtarak për të qenë të është bërë azgjësimi me metodën e azgjësimit, jo me neutralizimin. Azgjësimi do të thotë të futesh në një ambient të mbyllur me temperatura tepër të larta, gazet do burbulloheshin acide dhe në baza për të kthyer në kry prambetjet e tjera, lënda elmuse do shkatërrohesh në elemente e saj, në karbonin, në fosforin, në të gjitha. I vetmi i rrezikshëm mbetej arseniku. Arseniku u grumbullua, u depozitua dhe bile nuk është lënë fare në Shqipëri, për e kanë marrë Zviceranët me vete. Problemet që mund të shkaktoheshin në territorin e Shqipërisë nëse do të ndodhte që këto armët kimike apo lëndët kimike do të vinin nga Siria dhe akomodoheshin në territorin e vendit tonë, janë të paparashikueshme. Ajo që është e rëndësishme është që kemi të bëjmë me një lënd që krijon situata tepër të rrezikshme nëse shkaktohen rrjedhje të lëngët, të gaz në atmosferë apo në ujërat toksore apo në përrejt apo në lumenjt. Rrezikshmëria është evidente dhe kjo nuk ka nevojë shumë për specialist kimist për të treguar se sa të rrezikshme janë ato. Fakti që kemi një angazhim botror për zgjidhjen dhe shpëtimin e njerëzimit, do të thoshja, nga ky proces i armëve kimike, qoftë si armë të tilla apo qoftë si lëndë, ku ato janë përdorur si lëndë kimike sarina për shembull nga terroristët, kemi të bëjmë me një situatë shumë komplekse dhe me rrezikshmëri shumë të madhe. Prandaj kemi dhe një angazhim kaq të madh në fuqive të mëdha për ta eliminuar këtë rrezik. Pra rreziku është i pranishëm, këtë e kupton çdo njeri, këtë e ka kuptuar cili do i ri që u ngrit në protesta, se për t'u informuar për këtë mjafton të klikosh në Google 2-3 fjalë kyçe dhe e ke panoramën shumë të qartë. E cila në fakt vlen të përmendet dhe të njihet nga të gjithë ne, është rrezikshmëria që kanë këto armë. Mbi të gjitha, çfarë lëndësh janë? Si veprojnë në kontakt me një ambient të populluar? Armët e shfarosjes në masë janë të ndara në 3 kategori: armët bakteriologjike, që përhapen në popullat apo ndryshe sëmundjet, armët bërthamore dhe armët radiologjike, të cilat përbëhen nga radioaktiv të elementeve. Armët kimike më shumë janë të përhapura në formët e gazit, çka e bën edhe më të lehtë përhapjen e tyre, në rast se përdoren për qëllime të shfarosjes në masë apo kur përdoren pa kriter dhe pa kujdes. Sarina është një nga lëndët helmuese më të rrezikshme. Është një nga kimikatet që do të shkatërrojnë në Shqipëri dhe që kur u përdor në Siri nga pushteti Asad, mendohet se vrau të paktën 1000 njerëz në vetëm pak minuta. Sarina është një substancë kimike luftarake. Emërtimi sistematik është metil fluor, fosfanicid, izopriopol, ester. Formula kimike është CH3, PO, FOCH, CH3, 2. Emrin e saj tribal e kanë nga zbuluesit e saj, Schrader, Ambros, Rüdiger dhe Linde. Sipas OKB-s dhe rezolutës së saj 687, sarina është një armë kimike për shkatrim në masë të gjerë. Prodhimi dhe përdorimi i saj është ndaluar që nga viti 1993 në bazë të konventës për përdorimin e armëve kimike. Kjo substancë u zbulua në vitin 1938 në Gjermani nga një grup shkencëtarësh, kryesuar nga kimisti Gerhard Schrader,
përgjigjet studimit të lidhjeve fosforifike për t'i përdorur ato si insekticide. Struktura dhe aktiviteti biologjik i sarinës janë të ngjashme me shumë insekticide në përdorim si malathion, ashtu me aktivitetin biologjik të garbamateve që përdoren si insekticide, siç është sevin, siç është edhe medikamenti mestinon, neostigmin dhe antirilium. Kimistët e klasifikojnë këtë lëndë si mjaft të rrezikshme dhe shkatërimi i saj kërkon kushte dhe teknologji të përparuar. Derisa klasifikimi botror është këto janë armë të dëmtimit të masë, ku futen arma atomike, ose përthamore, arma kimike dhe arma bakteriologjike, rrezikshmëria e tyre është pa llogaritur për sa i përket efektit të tyre në masë. Vetëm të marrim vetë deklarimet e fuqive, qoftë edhe amplifikimi që u bën vendin tonë, po që u përdor diçka në Siri. Vdiqen 1000 vete dhe u bë problema. Nëse përdoret në një vend, atëherë efektet ndihen në rajone tepër të largëta në drejtimin e erës. Sarina ka një afat të shkurtër të përdorimit, pasi ajo humb efektin e saj pas një deponimi prej disa javësh apo disa muajve. Afati mund të shkurtohet edhe më shumë nëse substancat që përdoren për prodhimin e saj posedojnë papastërti të shkaktuara nga të tjera substanca të shuara. Siç janë edhe helmet e tjera nervore, sarina sulmon sistemin nervor të organizmit të gjallë. Po, në lidhje me teknologjinë e shkatrimit të këtyre armëve, të cilat janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, ka folur edhe kimisti Enver Osmani. Sarina mund të merret në trup nëpërmjet lëkurës dhe frymarrjes. Vetëm një mbrojtje e rëndësishme e trupit mund të pengojë marrjen e saj në organizëm. Në trup, kjo substancë bllokon enzimën acetik kolin esteraz në sinapsat e sistemit nervor parasimpatik vegetativ. Kështu, vjet re një rritje transmetuese nervor në sinaps dhe gjithashtu një nxitje e përhershme e parasimpatikus. Ndikimi dhe simptomat janë të ngjashme me helmet e tjera luftarake si me tabunin, somanin, VX-in, por edhe me helmimet me insekticide të ndryshme si me paration ose E605. Nëse dikush helmohet nga gazi sarin, ka pasoja të mëdha, deri edhe vdekje prurëse. Kjo gjithmonë në varësi të sasisë së përdorur. Ja disa nga indikacionet që jep sarina: dhembje të syve, pengesa në pamje, ngushtim të pupilës së syrit, pengesa në frymarrje dhe ngushtim në gjoks, rrjedhje të hundëve, rritje të pushtymës, rrjedhje të gjakut nga goja dhe hundët, vjellje, jashtëqitje pa kontrolluar, ngërç dhe tkurje e muskujve, ngritje të temperaturës së trupit, humbje kontrolli mbi funksionet e trupit si urinimi dhe jashtëqitja të pa kontrolluara, djersitje e shtuar, pengesa në gjumë dhe ëndra të këqija, ndjeshmëri e shtuar ndaj dritës, humbje e kujtesës dhe vetdijes, paralizim të trupit, koma, ndalimi plot i frymarrjes deri edhe tek vdekja. Shumë nga simptomat e sipërpërmendura, nëse mbjetohet, helmimi mund të mbetet përsëri. Substancat luftarake nervore janë vdekjeprurëse në dozat më të vogla, ama sarina është 500 herë më elmuese se cianidi.
Ministri Koka e bën me dije rrezikshmërinë, jo vetëm të Sarinës, por në përgjithësi të gjitha armëve kimike që ne kemi në territorin ton. Relativisht të rrezikshme, sa më i afërt të jetë kontakti pra me njerëzve, aq më të rrezikshme janë. Sigurisht janë të evidentuara, janë të lokalizuara, por në çdo moment rreziku është probabël. Atë që cilësova pak më parë, disa prej tyre janë ndërmarrë të dhëna në koncesion dhe kërkohet një mirë administrim. Ngritur grupe inspektimi, kanë shkuar në disa prej këtyre zonave, kemi kërkuar t'i lokalizojmë dhe t'jenë në ambiente të mbyllura, mos kenë kontakt me njerëzit, po gjithsesi kjo nuk është zgjidhja përfundimtare. Në historinë botërore të luftrave, Sarina është përdorur disa herë, duke shkaktuar viktima të panumërta. Për herë të parë, Sarina u përdor në luftën e dytë botërore, por që nazistët, edhe pse e posedonin në sasira të konsiderueshme, vendosën të mos e përdorin më. Në vitet 50, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia prodhuan Sarinën si një mjet luftarak. Në vitin 1953, vdiq 20 vjeçari Ronald Madison, inxhinieri i Royal Air Force në Consett, pas testimit me Sarinë. Madison nuk ishte informuar mbi këtë. Ati i thanë se po merr pjesë në një testim të një medikamenti kundër një kolle të thjeshtë. Në vitet 1980-1988, Sarina u përdor në luftën e Irakut kundër Iranit. Iraku e përdori atë kundër Pakicës Kurde në mars të vitit 88 dhe shkaktoi afro 5.000 viktima. Gjatë dy akteve terroriste të sektit japonez Aum në vitin 1994 në Matsumoto dhe më pas në 95 në Tokyo, u përdor po ashtu ky helm, duke shkaktuar mira viktima. Edhe gazi hibrid, ose siç quhet ndryshe gazi mustard, është helmues, për shkak të aromës që ai ka. Gazi hibrid quhet ndryshe sulfuri i diklor dietilitit, është lëndë pa ngjyrë, i pastër dhe tretet pak në ujë. Tretet më mirë, në tretësit organik, hidrolizohet ngadalë. Bazat dhe nxehtësia e shpejtojnë hidrolizën. Mustarda është lëndë helmuese luftarake e qëndrueshme, të paktën kështu, thonë ekspertët kimistë. Përveç kësaj, kimistët shpjegojnë se në momentin që ky gaz vepron në organizmin e njeriut, ka veprim gërryes në lëkurë, me periudhë të fshehtë veprimi, deri në 10 orë. Përqëndrimi i avujve prej 2 mg per litër, kur vepron gjatë 2 minutave, shkakton plagë më të mëdha. Doza më e vogël që vepron në lëkurë është 0,01 mg per centimetër katror. Në momentin që vepron i priti, në lëkurë krijon 21 deri në 26 pika dhe po kaq avuj krijon edhe në sy, edhe në rrugët e frymarrjes, kështu thon kimistët. Për të gjitha efektet e mësipërme të dy lëndëve që mendohet se do të importoheshin në vendin ton, specialistët dolën dhe në protesta, duke theksuar se këto armë nuk kanë asnjë rrezik deri në momentin që ato nuk asgjësohen. Këtë lloj gazi, sipas ish drejtorit të laboratorit të ushtrisë, Shqipëria disponon, por që nuk përcillet në publik ndonjë rrezikshmëri e lartë e tij. Për lëndët helmuese luftarake, për të cilat bëhet fjalë për lëndët helmuese të Sirisë, janë lëndë helmuese luftarake klasike, të njohura për vendin tonë, për ushtrinë shqiptare edhe për specialistët shqiptarë. Ato që janë deklaruar deri tash në shtyp në media, Zarin edhe lëndë të tjera kimike,
janë lëndë me të cilat është punuar në Shqipëri, është eksperimentuar, bile janë bërë dhe tratativa të tjera për mbrojtjen nga këto lëndë. Deri në prodhimet paketave individuale, të cilat në rast se do të përdoren nga një forcë e huaj, nga armiq tanë, atëherë do të merreshin masa, do të merren masa për mbrojtjen nga këto lëndë. Do me thënë, këto janë të njohura, është punuar, veçanërisht në laboratorin e kimisë ushtrisë të vendit tonë, edhe është punuar, janë të njohura. Zarina është lëndëlmuese luftarake, është në formë të lëngët. Në pikpamje të përdorimit ushtarak, në qoftë se do ta përdorësh me spërkatje, ajo do ketë një avulshmëri të lehtë, por përqendrimi është aq i lartë për organizmin sa shkakton pasoja të mëdha tek eprurse. Në qoftë se flasim që ajo është 1/1000 miligramit për litër. 1/1000 miligramit për litër ka efekt në organizëm. Në qoftë se për 2 minuta njeriu merr frym me këtë përqendrim të lëndës selmuse, do të thotë që është me pasoja tek eprurse. Duhet të kuptojmë një gjë që në qoftë se kemi 1 litër që ta shpërndajmë diku në një rajon të vogël, avullueshmëria e saj dhe përqendrimi i saj në këto përmase që folëm është me pasoja katastrofike. Por në këtë rast ne nuk kemi përdorim luftarak lëndës selmuse. Përdorim luftarak do të quhesh ahere sikur ndodhte një agresion. Por në rastin ton do ta quajmë të tillë edhe në rastin e një terrorizmi. Sikur nuk e di gjatë momentit të transportimit, të ruajtjes së njëra tjetër. Dikush të hapte zjarr, qoftë me një antitank mbi një fuqi të tillë, atëherë vala e parë si rezultat që do avulloj me një herë lëndëlmuse si rezultat i nxehtësisë krijuar, që quhet reja e parë e lëndës selmuse, është me pasoja shumë të rrezikshme. Kurse reja e dytë, në rastin e një kohë paqeje, jam i bindur që ekspertët gjithë do mobilizohen, ta grumbullojnë, ta neutralizojnë dhe nuk do kishte ato pasoja që do mendonim si në rast lufte. Për shkatërimin e armëve kimike, ka patur dhe janë realizuar një sër projekte të rëndësishme, por këto armë të asgjësoheshin e të largoheshin duke përdorur në këtë mënyrë mjedisin dhe duke i dhënë qetësi banorëve, që çdo ditë mbi kokë kanë rrezikun e armëve kimike. Projekti i dytë u bë, siç thash, në 2005 deri në 2007 dhe përfundoi në 2007. Kjo u bën qafmon. Edhe aty rreth 16 tonë ishin, lëndëlmuese i prit Luizit, kishte edhe kloracetofenone në një tjetër, por këto ishin baza e lëndëlmuese luftarake. Kishte në sasi rafale të vogla, sarine, VX-i, bile edhe sintetizohesh edhe nga anajone dhe sarina dhe VX-i dhe i priti dhe Luizitin, nuk e kishin problem në laborator, se sintezat ekzistonin në libra antik. Literatura ishte e plot për këtë punë, por vetëm për qëllime eksperimentale.
për mënyrën se si do të mund të azjesoheshin këto lloj armësh, të cilat nuk erdhen në Shqipëri për shkak të protestave të mëdha që përfshin vendin, duke pasuar me një vendim kundër nga ana e qeverisë shqiptare, na tregon edhe zoti Enver Osmani, i cili shton se teknologjia do t'i ishte një siguri të lartë. Në fakt, e tillë nevojitet, për aq kohë sa rreziku që vjen nga këto armë është i lartë, mendim i cili gjen mbështetjen edhe të ambientalistit Feruni. Teknologjia bashkohore, edhe ajo që është përdorur për shkatrimin e lëndëve lëmuse në vendin tonë, ka rezultuar e saktë, e qartë dhe nuk ka problem për mbetet. Problemi është investimet që do të bëhen në këtë fushë dhe metoda, teknologjia të përdoren. Nëse të përdoret një teknologji bashkohore, nuk ka në një problem shqetësues të madh. Patjetër që kryesorët do të jenë ekspertët e huaj. Ata që përdorin teknologjinë e përparuar, teknologji bashkohore, ata do të jenë dominant në këtë fushë. Edhe ata do shtojnë dhe kërkesat kryesore për këtë. Largimi i mbetjeve padyshim është pozitive, do ndodhi kjo gjë. Se nuk mund të ngelen aty akoma më tepër se çka ndetur dhe padyshim që në një kohë të shkurtër do gjetet mundësia dhe ato të eliminohen dhe të azhjesohen. Mendoj që varianti ta nxjerrim plumbin me plumb nuk është i përshtatshëm në këtë rast. Domethënë të pranonim një sasi gjigande lëndësh helmuse në territorin e Shqipërisë për të hequr disa në bete industriale që natyrisht ato janë të rrezikshme, nuk është e drejtë nga pikpamja e këtij dielli që i thonë amerikanët, nuk më duket korrekte në asnjë pikpamje, për faktin se nëse ka një shqetësim dhe realisht është ky shqetësim i madh, mund të gjendet mekanizma tjera, instrumenta tjera për ta ndihmuar Shqipërinë. Shqipëria është një vend në zhvillim që ka një të kaluar historike, problematike dhe është vend i ri demokratik, gjithmonë është e nevojshme një lloj përkraje në këtë proces zhvillimi demokratik dhe padyshim këto fosili që kanë ngelur nga e kaluara, mendoj që duke hyrë edhe si vend kandidat i Bashkimit Evropian do gjendet mundësitë edhe financiare për cilat realisht është pengesa për që nuk po lëviz këto, nuk është se s'ka një vullnet politik për këtë gjë, do të gjenden mundësitë, do të akomodohen dhe do të azhjesohen.
Largimi mbetjeve kimike, asgjësimi, shkatërrimi, çfarë do të jetë, mbetet një nga sfidat kryesore të paktën të qeverisë aktuale, e cila ruajtjen e mjedisit dhe ambientit e ka ndër prioritetet kryesore. Kjo konfirmohet nga Ministri i Mjedisit Lefter Koka, i cili ka për detyrë kryesore të iniciojë e më pas të marrë mbështetje në lidhje me këtë projekt të madh, projekt i cili do të çlironte shqiptarët edhe të gjithë ata që çdo ditë thithin grimca të cilat vrasin ngadalë, të gjithë atyre që vuajnë nga sëmundje të shkaktuara nga këto lloj helmesh kimike, e të gjithë shqiptarëve që e duajnë përshekuin me radhë të pastër e të mirë këtë Shqipëri. Në vitin 2010 ka patur kontakt me disa donatorë, në fakt, cilët është vizituar pikërisht për eliminimin e mbetjeve. Ajo që është marrë përsipër nga një pjesë donatorësh ka qenë pikërisht largimi i mbetjeve në këto zona të cilat vazhdojnë të jenë pranë në pronësi të shtetit shqiptar. Për zonat të cilat janë dhënë në koncesion nuk është marrë përsipër nga asnjë nga donatorët. E si që ndodh shpesh herë me qenie njerëzore, duhet që bota të tregojë atë se çfarë ai në vetvete mbart. Kështu ndodhi me shqiptarët, të paktën një pjesë të mirë prej tyre, ata më pak të informuarit, ose ata të cilët i kanë largë nga dera e shtëpisë së tyre këto armë kimike. Mbase duhej Sarina e Mustarde Asadit të na hidhnin përpjet, të trembeshim, të friksoheshim, por më parë pa pyetur, a ka në Shqipëri lëndë kimike? A ka njerëz që vuajnë prej tyre? A ka njerëz dhe sa janë të tillë që çdo ditë helmohen e vojnë pikërisht nga këto helme? Shpresa vdes e fundit. Kjo thënie apo patologji, apo mendësi e njerëzve, mban gjallë shpirtra në pritje, e ne le të mbetemi kështu. Në pritje për një Shqipëri të parrezikuar nga lëndët helmuese luftarake, një Shqipëri që çdo ditë gdhihet e ngryset, e pastër, e paqt dhe e shëndetshme.